Unë jam një banor i fshatit Legaj, banoj në lagjen Ukaj, dhe problemi jonë është ne në radhë parë në spostu gjithë në bust autostradës, ke toka tona aty. Për shkak të rrugës besoj. Po, për shkak të rrugës 1, për shkak të ujtit 2, edhe na kanë vënë një disa tuba për ujësjellsin, kina 30 vjet dhe ato tubat na kanë ngel vetëm kështu për pjet, siç rria dirama kështu si statuja aty kur flet. Edhe problemi edhe kanali Peqin Kavaj. Po sigur po e pastrojnë, sikur po e mermetojnë. Nuk e di, e pastrojnë kështu, ta shpjegoj vllai jo ty vetëm. E kanë pastruar vjet aty ke shtëpia ime deri ka autostrada. I thash atit shoferit thoshun po pukni fell nuk do futni, jo thonë do ta pastrojmë këtu thonë që ti sa t'ja çojmë foton aty atje në Tiranë që ta shikojnë thonë që është pastruar. Sa për 100%, vetëm këtu afër. Po ja një 20 metra, i hudhi nafta aty, i dha 20 kg naftë tjetër në morën e çun në dispozicion në drejtim paditur. Kjo ishte situata. Domethënë kaq ishte pastrimi. Rrugët gjitha këtu nuk kanë marim. Na kina disa vite këtu, shumë vite që s'është vënë dorë fare. Ujtin e 30 vjet nuk kina ujt pishëm.